Viti 2026 ka nisur me një sinjal jo fort optimist për sektorin e turizmit në Shqipëri. Muaji janar ka shënuar rënje të numrit të vizitorëve të huaj krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke reflektuar një ngadalësim të lehtë të fluksit në kulmin e sezonit dimror. Sipas të dhënave të publikuar nga Instat, hyrjet e shtetësve të huaj në territorin shqiptar kanë qenë më të ulta se janari vitit 2025, çka përbën një tregues që po ndiqet me vëmendje nga operatorët turistik dhe institucionet përgjegjëse për këtë sektor. Megjithatë, edhe në këtë fillim viti me ritme më të zbeta, Kosova vijon të mbetet të shtylla kryesore e turizmit në vend. Shifrat tregojnë se nga 237.797 vizitorë kosovar që hynë në Shqipëri gjatë muajit janar, pothuajse 1/2 të huaj që zgjodhi Shqipërinë si destinacion ishte nga Kosova. Ky raport konfirmon edhe një herë varësinë e lartë të turizmit shqiptar nga tregu kosovar, sidomos gjatë muajit të dimrit. Lëvizjet e qytetarëve nga Kosova lidhen kryesisht me turizmin familjar, fundjavat në Bregdet apo qytetet kryesore, si dhe me vizita për arsye tregtare e shërbime, ndërkohë rënja e përgjithshme e hyrjeve mund të jetë ndikuar nga faktorë sezonal, kushtet ekonomike në rajon apo luatet në tregjet e tjera ndërkombëtare. Ekspertët e sektorit theksojnë se sfida mbetet diversifikimi i tregjeve dhe zgjatja e sezonit turistik në mënyrë që Shqipëria të mos mbështetet kryesisht në një ose dy vende burimi, ndërsa pritet hyrja në sezonin pranveror. Vëmendja do të jetë tek politikat promovuese dhe ofertat e reja që mund të rikthejnë ritmet pozitive të viteve të fundit.